Marcel, falenderoj për pyetjen. Partia Demokratike është një parti e cila përcakton fatin e drejtuesve dhe anëtarëve të saj nëpërmjet votës. Në kushtet e një pluralizmi funksional, nuk ka asnjë dyshim që humbja e zgjedhjeve është kriteri më i shëndosh për dorëheqjen e atyre që drejtojnë. Por në kushtet e farsë elektorale dhe të narkoshtetit, në kushtet kur zgjedhjet janë farsë dhe jo zgjedhje normale, një akt i tillë do t'i shërbente diktatorit dhe atyre që shtypin pluralizmin. Një akt i tillë nuk mund të ndodhë përveçse me votën e demokratëve shqiptarë. Ndaj unë, Marcel, të ftoj të përdorish votën tënde sipas vullnetit që ke, ose të marrish pjesë në të gjithë garat e kësaj partie. Pra, edhe njerë, në kushtet të diktaturave autoritare, largimin nga misioni, qëndrimi në opozit është një mision, dhe largimin nga misioni bëhet vetëm nëpërmjet votës. Laer Durmishi, doktor, ka pasur reagime të shumta në lidhje me takimin e zhvilluar nga zoti Saliani me kandidatë të primareve që morën më shumë vota. Ndoshta mos duhet ishit ju që ta bëni këtë takim pas zgjedhjeve? Kandidatët e primareve në tërësi i kam takuar ose ju kam telefonuar. Vetë Saliani ka qenë disa herë në këtë zyrë. Ilir Ali Mehmeti edhe më shpesh. Në këtë kontekst, askush nuk është i përjashtuar në këtë parti. Po, ka patur një problem. Ka patur një problem serios. Dhe ky problem ka qenë angazhimi ynë total në mbrojtjen e votës. Në rast se ju rikujtoni deklaratat e mia, ato kanë qenë dy. E para, me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Dhe kjo është përsëritur jo një herë, po 10 herë. Unë jam kryeministër, dhe unë e di se në rast se një kryeministër vendos të mos zhvilloj zgjedhje, po fars, opozita sfiton kur ato zgjedhje. Ka të gjitha mjetet, siç thot raporti i OSBE Odirit, të gjithë potencialin e madh për të rrëmbyer votën, për të shtruar zgjedhjet në një farsë. Dhe Edi Rama është i tillë, dhe unë këtë e kam denoncuar me 10 herë. Por kam bërë një zotim tjetër krahas kësaj. Zotimi im tjetër ka qenë se do mbroj votën. Çfarë do thotë do mbroj votën? Pra, do bëj gjithçka për të vërtetuar se ishin zgjedhje apo farsë, se ishte votë e lirë apo votë e rrëmbyer. Dhe kjo, mendoj unë, u realizua për herë të dytë në historinë e këtij vendi. U realizua për herë të dytë pas vitit 2001. U desh një përpjekje shumë e madhe, por një përpjekje në këtë aspekt plotësisht e suksesshme. 3 raportet e 3 organizatave më të mëdha ndërkombëtare që erdhën së bashku dhe vëzhguan zgjedhjen dhe raporti tyre i përbashkët faktojnë se 11 maj i 2025 ishte një farsë e vërtetë elektorale. Po të marr raportin më të shkurtër të tyre, raportin e Këshillit të Europës. Qofse ju lexoni me interes rekomandimet, një nga rekomandimet bazë është
në Shqipëri të ndahet partia nga shteti. Çfarë nënkupton kjo i dashur? Kjo nënkupton që zgjedhjet u zhvilluan në kushtet e partisë shtet. Por zgjedhjet që zhvillohen në kushtet e partisë shtet nuk janë kur zgjedhje të lira, janë thjesht farsë elektorale. Por të mos thënë pastaj, mund të imagjinoni ju një parti shtet që organizon në periudhën kohore të ndaluar për aktivitete 4.500 aktivitete elektorale në mënyrë që të ndikojë tek zgjedhësit. Që përdor, jo një minutë, që përdor 100 euro për çdo pensionist për të ble vota, që fal 1 miliard, gjersot, këto kohë kemi thënë 200 milion, jo, llogaritjet treguan se janë falur 1 miliard e 700 milion gjoba dhe kamata të 10 viteve të fundit, që licenson mbjelljen e 28.000 hektarëve kanabis në vend, që përdor administratën si një ushtri elektorale në kundërshtim flagrant me ligjin dhe parimet ndërkombëtare. Pra, janë ky kompleks faktorësh i cili bëri të mundur që ne t'i dalim zot votës së shqiptarëve në kuptimin ligjor, shqiptar dhe ndërkombëtar. Çfarë do thotë kjo? Po, kjo do thotë se çdo demokrat është demokrat, çdo opozitar dhe opozitar e ka legjitime betejën për përmbysjen e këtij pushteti dhe rivendosjen e votës së lirë. Dhe ky nuk është një rezultat i vogël. Kjo është realizuar dhe në vitin 2001, nëse ju kujtohet, që u konkludua me një president konsensual, formule e cila sot opozicës në vlerësimin tim më të madh nuk i intereson. Bled Piroli, zoti Berisha, me këtë gjendje që ndodhet Shqipëria dhe qeveria, si ka mundësi që opozita është kaq e dobët në reagimin dhe mbështetjen popullore? A keni një analizë të thellë të brendshme si Parti Demokratike? A thua duhet të shikoni me seriozitet rinovimin që nga baza e deri në kryet PD-s për arsye që të ringjallet shpresa në Partinë Demokratike? Zoti Piroli, nuk është se opozita sot s'ka dobësi, por në kushtet e një narkodiktature, ju duhet realizoni se jo në çdo kohë ka disponibilitet për reagimin. I gjithë problemi është ky. Sot, për fatin më të keq, vrasja masive e shpresës nga narkodiktatura, shtypja e pluralizmit dhe kontrolli i pothuajse totali mediave dhe censura kanë bërë që njerëzit të kenë një apati. Për sa i përket Partisë Demokratike, Partia Demokratike, e thash edhe një herë, me vonesë për shkak të raportit ndërkombëtar për zgjedhjet, i cili duhet të dilte patjetër, sepse po bëheshin përpjekje të jashtëzakonshme për të ndryshuar raportin fillestar. Dhe në rast se Partia Demokratike angazhohej në debatin e brendshëm, gjithçka i shkonte për interes Edi Rams. Shiko, zoti Piroli, ndisni lajmet të cilat janë një fuqi e jashtëzakonshme. Çfarë ndodh? Një debat i vogël ndodh diku midis opozicës ose një mendim ndryshe. Është gjëja më normale. Se si studio televizive e shtrojnë në çështje kryesore, vetëm e vetëm për të maskuar dhe fshehur para qytetarëve aferat e mëdha me kosto 10 qindra milion eurosh të taksave të tyre.
Kështu që në qoftë se ky qëndrim u mbajt, u vepru drejt, sepse qeveria po bënte gjithçka për të ndryshuar raportin, për të diktuar ndryshimin e raportit të vëzhguesve ndërkombëtar. Dështoj në këtë përpjekje, dështoj plotësisht. Atëherë ne do bëjmë analizën tonë dhe ju zoti Piroli dhe çdo antar dhe mbështetësi i kësaj partie është i ftuar të kontribojë pikërisht. Ju thoni se duhen të ri, unë jam 100% dakord me ty, vetëm se këta të ri nuk zbresin nga qielli. Këta të ri duhet t'i afrojmë ne, duhet t'i afroj unë, duhet t'i afroni ju, duhet t'i afrojnë mbar demokratët. Na edhe në qoftë se hymë në këtë proces, le të hymë në këtë proces me vendimin që secili nga ne do kontriboj në afrimin e vlerave më të arrira drejt Partisë Demokratike. Ky do ishte, mendoj unë, kjo do ishte suksesi më i madh i analizës tonë.